Vetëm pak ditë na ndajnë nga koncerti i datës 12 qershor në orën 8 të mbrëmjes në sallën e koncerteve të Katedrales Ortodokse të Tiranës, ku maestro Fio Zanotti me super bendin e tij, me një talent të ri të padiskutueshëm siç është fes në prezantimin e të madhit Ardi Qebrea, do të performojmë pikërisht në këtë sallë. Ky koncert është shumë special për mua personalisht, pasi jam pjesa e asaj gjenerate e cila është rritur me Sanremon, këngët të cilat maestro Fio Zanotti ka krijuar janë pikërisht këngët të cilat kanë shënuar memorien time personale, po jam e sigurt që kanë shënuar dhe memorien tonë kolektive. Ndaj, nëse je pikërisht nga ata persona të cilët në vitet 90 dhe 2000 mezi prisje që të fillonte Sanremo në televizion, atëherë mos u humbit rastin për të parë maestro Fio Zanottin live për herë të parë dhe të vetme në Tiranë. Ju pres në sallën e koncerteve të Katedrales Ortodokse të Tiranës në 12 qershor në orën 8.